Fermerët në fshatrat Than, Qinar, Koçaj, Fjeshegan, Barbullinj të njësisë administrative Fjeshegan, të vendosura në pjesën jugperëndimore të rezervuarit të Thanës, prej 30 vitesh janë specializuar për prodhimin e pjeshkëve, ku për kultivimin e drufrutorëve ka mbi 200 hektarë në prodhim. Por 15 minuta breshër që ra një muaj më parë, ka prekur cilësinë e prodhimit që këtë vit është vetëm për treg të brendshëm, jo për eksport, me çmim mesatar 50 deri në 60 lekë të reja dhe me shumë mundësi, çmimi do të pësojë sërish të rënje për shkak të cilësisë jo të mirë. Ne na ka dëmtuar shumë breshi fakisht, e ka bërë copa, qysh në lule, në kokër, edhe si versionin e shtetit s'kemi fare në asnjë mënyrë në mund flas të përdorni rrjet, mulese ku diu ndërhyrje më the thaq. Para 4-5 vjetësh në ara, para breshi, erdhën ata, i bën Terezit, erdhën në lëvizin, shikun, i bën, asi se nuk në bën, asi gje fare. Tani ne këtu në këtë mes jemi shumë të dëmtuar nga punë e breshit. Po pat mundësi qeveria të na animoj. Patëm shumë dëmtime, edhe nga dëmtimet dhe malli s'është i sakt. Tregtari po s'ka faj da marri se është i dobët, çmimi po është i lëvizshëm si mas mallit. Tani, rendimenti është i ulët, nga vjetë. Si vjetë ka shumë, sepse e hoqën tërat atë të jeshin prishra. Edhe ngelen 1% e ulët shumë.